fusha e drejtësisë nuk kam si mos ju pyes në fund për një çështje, jena pa të mësuar për një 4-5 vjet me pas të lashën Këshillin Prokurorial. Tash këto të lashët për Këshillin Prokurorial janë bërë në Këshillin Gjyqësor. Sot e patëm një mbledhje prapë nuk është zgjedhur. Pra kryesuesi është jashtë afatit para parë me rregullore dhe një prej anëtarëve aty sa që agjendat të përcaktohen sipas ndikimeve politike. S'ka dilemë. Tashti njerëzit mund të shfaqen për knasi edhe mund të japin mendime, ku ta diun a janë ato agjenda politike, a janë ato agjenda politike, s'mund të paragjykoj edhe kolegu e thanë, tash mbaret për këtë biro se si do të menaxhon situatën edhe kush do të jetë aty në tarme nëse eventualisht do të institucionalizohet kjo biroja edhe çfarë personalisht do të jetë edhe thatë me të drejtë ju a mund të jenë personat që kanë veç 3 vite përvojë pune. Unë besoj që nëse veç vije deri ajo do të zgjedhin personat që kanë përvojë begit mirë dhe profesionale dhe kanë kredibilitet që për të hetuar dhe jo me hetu kategoritë të caktuara, po raste të caktuara, jo me marr tash me hetu të gjithë. Vje fjallat një kategori, gjithë ministrat, gjithë drejtorët, ku ta diun varësisht prej asaj. Po si të që tjetër është çështje tjetër. Çështja e Këshillit që ka dështu, edhe ka agjenda politike, gjykoj se këtu ka herë më mësot të japim publikisht në opinionin publik, ndoshta pa i verifikuar në mënyrë saktë, sepse ne patëm edhe me rrethën e zgjedhjes kryesuesit të Këshillit Prokurorial deklarime publike që janë dëmshme edhe për Këshillin Prokurorial, sepse unë sa gjykoj Këshilli Prokurorial ka shkuar në agjendën e vet në pajtim me ligjin që ishte në fuqi tash edhe konsolidu. Patëm probleme edhe me konfirmimin e një antarit Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial. Tani pas ka fillu lufta edhe në Këshillin Gjyqësor në drejtim kush ka qytet mendoj se janë të dëmshme për institucionet pavarura edhe këto kualifikime edhe humbje besëshmërisë në këto organe këto deklarime të zyrtarëve të ndryshëm publik. Ne patëm një rast tash edhe për një gjykim në gjykatës komerciale të ish ministrit të Risë për shembull. Gjykoj që të gjithë zyrtarët publik duhet të rezervohen nga këto deklarime publike në raport me gjyqësorin, se ne do të kemi një gjyqësor të pavarur dhe jo të ndikuar. Besoj që në fund shkurt, unë mendoj që Partia në pushtet lëvizjave të vendosja është duke bërë përpjekje të ashpra në Këshillin Gjyqësor për të imponuar kandidatin e preferuar saj dhe për shkak të këtij ndikimi, mund të them të pa drejt politik, është kriju një krizë dhe është kriju një ngërç në Këshillin Gjyqësor i cili nuk ka ekzistuar asnjëherë në historinë e këtij institucioni, nuk kemi pasur një lloj vakumi dhe një zbrastire të tillë ligjore sa i përket zgjedhjes brenda fatit të kryesuesit të ri, andaj mendoj që do duhej që partia në pushtet të mos influencojë institucione të cilat në bazë të kushtetutës dhe ligjit e kanë karakterin e institucioneve të pavarura dhe duhet respektohet pavarësia e saj.